Më falë, më vjen keq. Këto do të kishin qenë fjalët e Erion Velia i sot të gjykatën kushtetuese. Këto do të kishin fjalët e një ish-kryetari bashkie i cili është akuzuar për korrupsion. Më falë, më vjen keq. Do të ishin fjalët e një kryetari bashkie të cilit i kanë arrestuar pothuajse të gjithë drejtorat, por kjo nuk ndodhi. Sepse ajo që po ndodhi gjykata kushtetuese është thjesht një fars. Është një fars për plasja gjoja midis Erion Veliaj dhe Edi Ramës. Kjo është farsa që vazhdon sot gjykata kushtetuese. Ky është turpi. Duke e pamundur që do vinte dita që dhe kryeministri i Shqipërisë mund të dilte para drejtësisë. Dhe në fakt është rritur besimi që kjo mund të ndodhi edhe në Shqipëri, sepse nëse është e mundur që zëvendës kryeministrja të merret e pandehur nga SPAK-u ndërkohë që është në detyrë, pse kjo nuk mund të ndodhë edhe me kryeministrin? Unë jam i bindur që do vi dita që do ndodh edhe në Shqipëri. Dëgjoni një sekond. Në deklaratën se 55% e shqiptarëve nuk e mbyllin dot muajin. Do të ishte mirë të dinim se nga cili burim dhe kjo shifër, sepse as Instat, as Banka e Shqipërisë nuk kanë publikuar ndonjëherë në një vend të tillë. Qeveria akoma nuk ka kuptuar që në Shqipëri një pjesë e mirë e popullsisë janë të varfër. Ministri habitet dhe me talje dhe me arrogancë thot, ku i keni gjetur ju këta 55% që e konsiderojnë veten të varfër në Shqipëri? Se Instati nuk i gjen, thot, as Banka e Shqipërisë nuk i gjen, por në fakt nuk janë të dhënat të shpikura. Këto janë të dhënat e Eurostatit për 2024, ku thot 55% e shqiptarëve kanë vështirësi ose shumë vështirësi të mbyllin muajin dhe e konsiderojnë veten të varfër. Ministri i Ekonomisë, në vend që t'i thras mendjes e thot, hajde të punojmë, t'i nxjerrim nga varfëria, mos t'i vjedhim, se pak para kemi. Çfarë bën? Tallet me deklaratën e njerëzve të cilët thonë nuk mbyllim dot muajin. Tani, për Parlamentin e Shqipërisë, kjo në fakt është një gjë e pakuptueshme, sidomos për ministrat, sepse ministrat rrogën nuk e prekin, nuk e din asaj kanë, sepse nuk ju duhet.